Tinguj zemëre në qytetin e bukur malor të Fusharësit. Hapsi parë në festivali 21 mbar kombëtar instrumentistëve të vegjël popullor, organizuar nga Bashkia dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve të këtij qyteti, mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës, Inovacionit, Sofra Pukjane dhe Biznesi Vendas. Në një atmosferë të gëzueshme mjaft festive, 17 grupet pjesëmarrëse të instrumentistëve të vegjël me mbi 600 festivalistë të ardhur nga rrethet ndryshme të vendit, Kosova, Medvegja, Maqedonia e Veriut dhe troje të tjera shqiptare, me instrumentet e kostumet e hershme të krahinave nga vinë, në koncertet konkurruese për 3 net me radhë, shpalosën e promovuan trashëgiminë e pasur kulturore me folklorin burimor, instrumentet e vjetër tradicional, ritmet, këngët, kostumet e vallet popullore. Arina Simoni, drejtoresh organizative e festivalit, flet për këtë event të rëndësishëm kulturor mbar kombëtar. Në këtë vit marrin pjesë grupe nga e gjithë trevat shqipfolse: Prizreni, Deçani, Drenasi, Podujeva, Maqedonia e Veriut, Laçi, Gramshi, Tropoja, Puka, Medvegja, Skënderaj, Lezhë, Shkodra, Mirdita, Mati, Hasi dhe Fusharësi. Ndërsa regjizori i festivalit Fran Mulaj, ideatori i këtij eventi të rëndësishëm kulturor, ndalet tek masivizimi i tij dhe ngritja e nivelit artistik. Është edicioni 21. Në këtë edicion unë faktikisht jam i ngarkuar nga Bashkia, nga Komisioni Organizator i Festivalit, si regjizor i tij, dhe në këtë event kulturor artistik mbar kombëtar marrin pjesë 18 grupe. Për ta kurorzuar me sukses, ashtu si të 20 edicionet e mëparshme, verësi e kësaj është një pjesëmarrje masive dhe pse jo edhe ngritja e nivelit dhe përgjigjja kritereve që kërkon ky festival i instrumentistëve të vegjël popullor. Moderatori Aleti Brahaj në hapje të festivalit, duke prezantuar konkurrentin e parë, ansamblin artistik të Prizrenit, ju uroi mirëseardhjen gjithë grupeve pjesëmarrëse, ku theksoi se sot tingujt muzikor këtu në Fusharës nuk përplasen, por përqafohen e marrin jetë nga duart e vogla të fëmijëve. Këta tinguj marrin jetë nga duart e vogla, por zemrat e mëdha të fëmijëve që janë gati të flasin me muzikë. Ky është edicioni i 21 i festivalit mbar kombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor. Mirë se keni ardhur në Fusharës, në vendin që s'ka patur kur nevojë për shumë fjalë, sepse ka ditur të flasë me mikpritje. Në vendin ku tingujt nuk përplasen, por përqafohen. Dhe tani, pa humbur kohë, hapim siparin e këtij festivali me qendrën kulturore të fëmijëve Prizren. Kosova krenare, me gjoksin e prej shkami, dole fitimtare, hej, dhe ndër gjithë kombit. Me pas, unë gjite në skenë grupet artistike të qendrës kulturore të fëmijëve Puk, Skënderaj dhe Podojev, ku spikati një përgatitje serioze e tyre në përmbushjen me sukses të kritereve të festivalit. Meloditë e traditës, vokali dhe kostumet ndezën atmosferën e kësaj nate. Grupi artistik i shkollës së kitaristëve Podujev, i drejtuar nga Ymer Musa, me lojën e instrumentistëve të talentuar shoqëruan shumë këngë të vjetra shqiptare të interpretuara nga Jona Zymeri, një nga zërat më të bukur të festivalit.
du të përshëndes këtë publik të mrekullueshëm, këtë vend që mu energji, edhe këta nxënësa që bën frymëzim, ky vend ka qenë frymëzim për ta fëmijë. Si vjet kemë marrë prapë me këngë më të bukura të melosit shqiptar, që janë perlat, Boshë Zenës, Pavlimunës, Ferdinand Detës, gjitha këto, që nuk mund ta përshkruaj emocionin që ndjejmë, mushemi energji me këta njerëz. Pritje mashtore. Befasi për jurinë e festivalit dhe të gjithë ardashtit të Fusharësit ishin dhe grupet ansamblit Duflla e Sarajeve të Maqedonisë së Veriut, ansambli i Kurbinit, Gramshit dhe Tërpojës, ku dalluan instrumentistët e vegjël të Tupanit, grupet e valltarëve, formacionet orkestrale dhe këngëtarët e këtyre ansambleve artistike që performuan me saksi numrat e përzgjedhur. Duke u mbështetur tek meloditë tradicionale, u dalluan për lojën e tyre instrumentisti në thyll Ligor Tusha nga grupi i Gramshit, këngëtari Mark Hoti me këngën e Albulenës dhe virtuozi në bilbile çifteli Leonel Gjoka, që të dy nga grupi artistik i Kurbinit. Martavë në gjumë moj lule jarina, nina ni moj lule tarina.
Në mbylljet e natës së parë, kryetari i jurisë Zhani Ciko, mjeshtri i madh, e vlerëson si mjaft të suksesshëm performancën artistike të grupeve konkurruese. Sa po fashiten tingut e fundit të një performance shumë brillante të një orkestre fëmijësh të vegjël, 5 lodërtar, të cilët ishin secili nga to si një skulpturë e vogël, me humor, me gjallëri, tregon për një sukses edhe pak emocionus, të thosh të drejtën, sepse nuk pam vetëm instrumentistë shumë të mirë, midis tyre dhe virtuos të vërtet, të fyollit, të çiftelisë, të ansambleve, në formacione nga më të ndryshme, deri ke ato orkestrore, pastaj dhe vokale orkestrore kishte. Nga në tjetër kishte dhe solist shumë interesant, moshat vogla dhe mbi të gjitha. Një tipar shumë i rëndësishëm. Para disa vjetësh, këtu kishte dhe raste performimi me mjete, si thosh, të regjistruar më përpara, me CD, në përdorime tjera. Ky është festivali i cili, po thoshe të gjithë komponentët e vet kalojnë live në skenë të gjalla. Në ditën e dytë të festivalit, moderatorja Braha i prezanton Deçanin si grupin e parë konkurrues. Nga zemra e Dugagjinit, ku bjeshkot takojnë qiellin dhe hijet e historisë për kulën para madhështisë së shpirtit shqiptar, vjen Deçani, vendi i burrërisë dhe i qetësisë, që buron nga rrënjët e thella të traditës. Deçani sjell në këtë festival jo vetëm fëmijët e tij të talentuar, por edhe tinguj e një kujtese që nuk shuhet, një kulturë që rritet në çdo brez. Me pas u ngjite në skenën e festivalit të 21 mbar kombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor, grupi Matit, Hasit, Mirditës dhe Lezhës, ku përshëndeten të aktivitet edhe përfaqësues të folkut burimor të ardhur nga Medvegja. Sa e mirë që qanke i të moj trana file, sa e mirë që qanke i të moj trana file. Së qyqja me vajtu në moje nan. Ftoj në skenë qendrën kulturore Has me Valle Hasi, shoqërojnë instrumentistët, këngë dhe kërcim me def, loja e kapuqave, instrumentale, këngë me qifteli, Valle.
Dalshin me që marshin malin, dalshin me që marshin malin. Mas mi thuj po është ty he këto fjallë, të bëj që të kohë ty e se sa doan. Të kohë në pave gjelnona, o Shqipni kemi dje maskona. Festivalin e 21 marrë kombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor e përshëndeten përfaqësuesi i komunës Drenës Agim Kastrati dhe aktoria e këngëtarja e mirënjohur antare e jurisë Justina Aliaj. Ky festival nuk është thjesht një ritëm apo përkujtim i një nivelit, por është një vlerë artistike që me fanatizëm fusharzi kultivon vlerat më të çmueshme të kombit tonë. Jam vërtet e kënaqur që marr pjesë në këtë festival të 21 ndërkombëtar të instrumentistëve të vegjël. Është bukur me pa, me ndjek folklorin siç zhvillohet në Gjinokastër apo në trevat e tjera të Shqipërisë, po kështu edhe në Fushars. Por për mua është kaq emocionuese, kaq e bukur, kaq frymëzuese, nëse unë shoh instrumentistët e vegjël, folkloristët e vegjël. Konkurimet e ansambleve artistike të fëmijëve të Fusharësit dhe Kamzës ishin të fundit për këtë festival, të cilët dalluan për prurit e tyre folklorike, melodit, këngët e vallet me shumë ritëm, pa devijuar nga tradita dhe originaliteti i tyre. Në mbyllje të festivalit, në emër të jurisë, kryetari maestro Zhani Ciko shpalli fituesit. Me çmimet speciale të publikut u vlerësuan grupi Kamzës, ansambli i Matit për kostumografinë e veçantë, për ruajtjen e traditës ansambli i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Has dhe grupi i valleve të Deçanit. Ndërsa me çmim të tretë u vlerësuan ansambli i Gramshit, ai i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Puk dhe grupi artistik i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Lesh. Çmimi i dytë ju dha ansamblit i kitarave Putojedh, ansamblit artistik të Kurbinit dhe ansamblit Duflla e Sarajeve të Maqedonisë së Veriut. Ndërsa çmimi i parë shkoi për Qendrën Kulturore të Fëmijëve Mirdit dhe ansamblin artistik të fëmijëve Tropoj. Me çmimin e madh të festivalit, juria vlerësoi Qendrën Kulturore të Fëmijëve Fusharës.
Fituesit e çmimeve pjesëmarrës të përvitshëm në këtë aktivitet të rëndësishëm kulturor falenderuan jurin për vlerësimin që u bët duke premtuar angazhim me përgjegjësi në ruajtjen e promovimin e vlerave të trashëgimisë tonë kulturore. Falenderojmë në mënyrë të veçantë popullin e qytetit Fusharësit. Falenderoj stafin drejtues për realizimin e këtij festivali të përvitshëm. Falenderoj në mënyrë të veçantë jurin e cila mirditës i ka dhënë gjithmonë çmimin e parë. Në radhë parë falenderoj popullin e Fusharësit. Falenderoj jurin prestigjioze. Falenderoj edhe fëmijët e qendrës kulturore të Tërpojës për performancën që dhanë këtë festival. Ju urojmë suksese në festivalet e tjera. Përshëndetje gjithëve, ju uroj gjitha grupeve pjesëmarrëse shumë suksese. Ishte një festival i cili për 3 ditë me radhë ngjalli jetë që aq e nevojshme ishte në qytetin tonë. Unë një falenderim të veçantë kam për gjithë grupet pjesëmarrëse sepse pa ata nuk do të kishim festival. Kështu që ju uroj gjithëve suksese dhe mirupafshim në edicionet e tjera. Suksese gjithëve. Drejtues të pushtetit lokal, kryetar e antar të jurisë dhe specialistë të muzikës flasin për arritjet që shënoi ky festival. Maestro Zhaniciko dhe muzikologja Sabri Enushi shprehen optimist për vlerat tradicionale muzikore që solli ky festival instrumentistëve të vegjël popullor. Kishte disa arritje festivali, tregues. Së pari, pjesëmarrja mbi 600 fëmijëve dhe të rive që morën pjesë në 17 grupe të ardhur nga Shqipëria, të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, pra një pjesëmarrje bashkombëtare. E dyta, ishte përpjekja për të sjellë një frymë më profesionale në paraqitjen e grupeve, që u pa tek eliminimi pothuajse tërësisht i interpretimeve me CD, me regjistrime të parapashme që është një tregues jo i vërtetësisë festivalit. E dyta, përcjell formacione orkestrore dhe individ shumë të talentuar, burimor, përgjithsisht, dhe të cilët erdhen me kërkime për të sjellë formacione orkestrore më të pasura se herët e tjera. Gjithashtu nuk mungua dhe ndërthyrit ku shoqërimi instrumental paraqitesh edhe me shoqërimin vokal. Festivali ka krijuar një tipologji të veçantë. Natyrisht ai ka 2 dekada, kemi filluar dekadën e 3. Është ajo rrugë që është nisur me sukses dhe po vazhdon. Kur është fillimi i marr, atëherë edhe gjithë suksesi është i arritshëm. Ajo që është e rëndësishme për mua është sepse jo ka vetëm rritje numerike, por ka rritje të vlerave artistike. Dhe kjo padyshim punës së palodhur të gjithë drejtuesve, duke filluar që nga ai që e ka ideuar dhe që ka qenë festivali i parë në 2004, nga zoti Fran Mulaj, dhe deri tani me zonjën Rina Simoni. Kryetari i Bashkisë Fusharës, Hilcuri, presidenti i festivalit dhe zëvendës kryetari Mikel Qafa, doktor në shkencat ekonomike, flasin për mbështetjen e pakursyer dhe në këtij eventi të rëndësishëm kulturor për kontributin e gjithë aktorëve dhe bujarinë e treguar nga familjet e këtij qyteti në pritjen e festivalistëve të vegjël. Ja dolëm, mendoj, të gjithë ishin lazëm, mendoj se këto fëmija i dhanë atmosferën më të bukur të mundshme, juria profesioniste, çdo gjë rrezia, prezantimi, çdo gjë ishte në momentin e duhur dhe falenderoj edhe komunitetin e Fusharësit i cili ka prit në vite fëmijët, këto fëmijë kaq bukur të treva shqiptare. U finalizua festivali 21 mbarkombëtar instrumentistëve të vegjël popullor në Fusharës dhe edhe pse në parim duket diçka që kemi 21 vite që bëjmë, ama mbas kërkon një përpjekje titanike nga ana e bashkisë dhe organizatorëve të tjerë për të organizuar në mënyrë që gjithçka të shkojë mbar dhe për fat dhe fal punës organizimit dhe masave që morën bashkia, kjo realizua me sukses. Një element që duhet vënë theksin mbi të është mënyra se si mikpritja e banorëve të Fusharësit bie në fokus me mikpritjen që u bën fëmijëve dhe talenteve të vegjël që vinë në qytet. Duke qenë se ky vit kishim pjesëmarrje të lartë, mbi 600 artistë të vegjël që morën pjesë, kërkoi një angazhim shumë të madh si nga ana e bashkisë apo dhe familjarëve të Fusharësit. Bashkia me Kanari mikpret këtë festival që për 21 vite të tashme dhe patjetër zotohet që
ta vazhdojmë të këtë ditë për ruajtjen e kulturës dhe trashëgimisë kulturore të vjurë që ka Shqipëria. Festivali 21 mbar kombëtar instrumentistëve të vegjël popullor dëshmoi qartë përpjekjet që po bëhen ndër shkolla dhe institucionet e arsimit të kulturës kudo në Shqipëri dhe trojës shqiptare për të ruajtur ndër breza instrumentet e traditës, meloditë, ritmet, kostumet, vallet popullore dhe gjithë vlerat e trashëgimisë së pasur kulturore.